Tirana ka veshur ngjyrat e pranverës, si çdo vit për të festuar ditën e verës, një festë tradicionale shumë e lashtë që në fakt e ka origjinën nga qyteti i Elbasanit, por për më shumë se një dekadë tashmë festohet në të gjithë vendin. Tirana sot është mikpritëse jo vetëm e qytetarëve të saj që jetojnë në Tiranë, por edhe nga qytetet e ndryshme të Shqipërisë që kanë mbritur këtu për të shijuar këtë festë tradicionale. Pra, aktivitete që sot ka organizuar Bashkia e Tiranës, që ka nisur që herët në mëngjes me lojra sportive, me aktivitete për fëmijë, me koncerte të ndryshme dhe që do të përfundojnë në mesnatë. Si çdo vit, Tirana ofron për ditën e verës një atmosferë të gëzuar e mikpritëse, që buron nga tradita shekullore dhe identiteti, ku tradita, ngjyra dhe gëzimi bashkohen në një atmosferë unike. Origjina e kësaj feste pagane daton që nga kohët e lashta dhe ruhet bukur deri në ditët e sotme në qytetin e Elbasanit, qyteti mjenavjeçar, qyteti i luleve e traditave të pasura arsimore kulturore, ku tradita dhe kultura shprehet në mënyrën më të mirë të mundshme. Prej më shumë se një dekade, tashmë dita e verës festohet jo vetëm në qytetin e Elbasanit, vendi i origjinës, por edhe është kthyer në festën më të gëzuar e domethënëse në të gjithë vendin. Festimet në Tiranë nisin që në orët e para të mëngjesit, kryesisht me aktivitete për fëmijë, muzikë, sporte, panajire të kulinarisë tradicionale, punimeve tradicionale e tjera. Dua t'ju uroj gjithëve ditën e verës, edhe t'jetë kjo një mbarësi për të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen. Punimet që ne bëjmë janë artizanale, janë punime dore, janë me qëndisje, janë me piktura, edhe çdo gjë është e bërë me dorë, ka punime të ndryshme që kërkohen, mundohemi të qëndrojmë të tradita, sepse është ajo që ne, nëse nuk kemi traditë, nuk kemi identitet, edhe neve shqiptarët kemi një kulturë shumë të madhe, një traditë shumë të bukur. Kemi kostume popullore që ja vlen të pikturohen, ja vlen të ristillen, çdo herë të punuara dhe të stilizuara në forma të ndryshme. Simbolika e ditës së verës janë ballokumet. Kjo ëmbëlsirë e shijshme që familjet e vjetra të Elbasanit e ruajnë recetën e saj aq besnikërisht dhe e kanë bërë të njohur në gjithë vendin. Festa e gëzimit kur shpërndahet, shtohet. Ja dhe unë i provova ballokumet e Elbasanit, shumë të mira. Zonja në fakt nuk i ka bërë vetë, po ka një lidhje shumë të mirë me Elbasanin. Si quhet? Vehibe Seido. Ju jeni shkodrane me sa më tha? Shkodrane. Po ballokumet, kush i ka përgatitur? Në Elbasan i kam përgatitur, miqësia ime, edhe atje shkoj i marr vit për vit edhe i qes në Tiranë. Hajde një kinon atë mund me një llokume Elbasanit, të bëra vetë. Ja, këtë e them unë, asnjë gjë tjetër. Ai që do me marr, vini merr, që e din kush është ballokumja. E njohin edhe vinë marrin. Verorja është një tjetër simbol i ditës së verës. Fijet e mëndafshta ose të leshta të ndërthurura me ngjyrë të kuqe dhe të bardhë vendosen si byzylyk dhe sipas besimit pagan të mbron nga të ligat, ruan fuqinë dhe shëndetin, pastërtinë dhe gëzimin për jetën. E dini çfarë ditë është sot? Sot është dita e verës, është një festival i madh për të festuar fundin e dimrit. Ju pëlqen atmosfera? Atmosfera është e shkëlqyer. Nuk mund të kishte ditë më të mirë për të festuar ardhin e verës, dhe shoh që të gjithë po kënaqen. Moti është i mrekullueshëm dhe shoh shumë njerëz të buzëqeshur dhe që argëtohen me lojra. Unë jam Sebastiani, jam nga Thumana. Unë kam ardhur për të festuar ditën e verës dhe kam ardhur për të shëtitur. Më pëlqen atmosfera këtu në Tiranë dhe është shumë vend i bukur. Dita e verës nuk është vetëm një festë kalendarike, por një moment që bashkon njerëzit, ruan tradita dhe sjell energjinë e pranverës në jetën e përditshme. Në këtë ditë, Tirana feston me zemër të hapur, duke kujtuar se traditat janë një pasuri që na lidh me rrënjët tona dhe japin ngjyrë kulturës shqiptare.